bërë, mo. Kështu që nuk është një çudi kjo. Fare. Eci. Do të ecësh, e quan të haruar ato. Ecim, marim. Ecim. Po më shkusur ka, mirë ti mos e kalon, se ti ti nisesh marrit vlla dhe, dakor. Po Dajko, shkusur ka e shkretë të rinë parlament, motiku, e dëgjova një ditë që më du surfise greqisht, mo vlla. Duke i ka jetuar në Athinë, duke jetuar shumë vite në Athinë, zonja Dajko, që është deputete sot. Jo, nuk ka jetuar në Athinë. Ore zotëria, që ka jetuar në greqisht e sigur se ajo fliste shqip me theks grek, vlla. Tani mos më gënjem mua, se o ti e di që unë s'gaboj. Kam ka punë ndonjëherë. Thuhet vërtet, ku ka jetuar Dajko? Ana, ku ka jetuar Ana? Në Sarand. Dëgjoj. Jo, tiku dëgjoj. Ana Dajko flet greqisht shumë mirë. Flet, po, greqisht po. Po pse me zi e thua, mordiku? Po s'është me zi e thua. Mordiku. Po nuk ka jetuar në Athinë, mo të gënjej unë ty tani. Megjithëse kur e mendon, me çtë drejt flet greqisht ajo. Jo, ajo është një zonjë. Si flet gjuhën e armikut ajo. Ajo është një zonjë nderuar që për të ruajtur. Ana, si flet greqisht ti? Për të ruajtur sakrificën. E di më tani. Asaj që bëm, po mban mi supe një peshë që nuk e ka dashur. Po shkusur ka pra e shkreta, se mirë ti që e duron. Po tani. Kjo është dëshmi se si në një vend të shpërfytyruar si Shqipëria, të rinjve që duan të garojnë, faj vetëm që kishim ne ishe që donin të garonin. Pra unë nuk u futan listë të mbyur, u futan listë të hapë. A i sa haron ato ty më, a i sa haron ato. Dale. Por janë këtë haron ato ty më, deklaratën që po të marin vetëm një, unë do ja doreqen. Po s'ka lidhja. Pa atës të haron. Duhet vinde njëra, dëgjoj, a duhet vinde njëra i mandat të unë, pasaj unë vendosja të tregoja çdo bëja apo jo? Mund ta thosh dhe përpara ti, unë jap doreqen. Dale një çik tani. Ta marrim me radhë këtë punë. Këtë dale e këtë bukur shumë. Po ta marrim me radhë këtë punë. Kjo e para. Ama se nuk do të bëjmë çështje këtë, kemi thënë. Po e sa kalojmë. S'ka me vlerë. Jo, unë dua të di vetëm një gjë, po ti e zgjat shumë, unë të pyes për gjëra të vogla ti kaloj shpejt o burr. Dëgjoj Ariane. Ama thash, a jemi, më fare, jemi bashkë tek pull. Ke një ritëm të presi? Mua më ke vetëm. Ecim. Ti di që unë s'm të pres kot. Asnjë. Tani se dëgjova ditë anë që foli dhe me zigjen dhe fjalët e shkretë, s'ka faj se ka ajo kush mësuar ajo, dali para kamera, vlla, dhe mirë dhe aq. Bravo i qoftë dhe kaq, vlla. Kështu që gjithë ata që janë tallur, janë ca idiota. Se ta provojnë tani një herë në ekran ose para kamera, ta shikojnë se çfarë emocioni është. Gjithë ta që bëjnë sigari. Ec tani. Dale, më nuk eci unë ashtu, nuk eci. Po më theti ecë, unë daloj. Pyetja ime është kjo, vlla. Pas Anës, kush vinte? Se mund të kishe, për shembull ti thoshe Ana, do Ana, shumë abeti. Unë e di që ti ndihesh keq. Kush vinte pas Anës? Të ma thua dot, askush se ka për të pyetje në një studio televizive. Ore, pas Anës vinte njeriu që ishte i partisë tënde apo i partisë atij? Zonja e zotrisë, kështu që... Si zonja? Gruaja? A ishe bashortja e ti? Ja është në listat e mbyllura u vendosën familjarët. Po e di ma të kemi thënë. Kaq. Pra të tanët që ndruan gjithë në fjalë. Pra dhe po të doje të sarifikoja Anën e shkreti, se bëje do se fute gruaja. Po s'është problem fare, nuk është ky diskutim. Çfarë pele, çfarë Macbethi është ky, po ky është Shakespeare i gjithë. Është ky diskutimi. Diskutimi është se si në një vend, diskutimi është ky. Shumë i thjeshtë. Të dhëmbi fika që të futi Edi Shabani, të dhëmbi shumë se s'kam pyetur asnjë. Do të shpjegoj. Diskutimi është ky. Se si në një republikë të shpërfytyruar, si kjo ligji nga ata që kanë marrë peng Shqipërinë, është bërë atiu që ti shkon, garon, merr 64.000 vota, që të takojnë 67 mandate, një 6 i vjedhin përmes formulës, ndërkohë një që mbetet, që ishte mandati më i madh i historisë së tranzicionit shqiptar nga numri i votave, kishte 64.000 vota. Po qartë pra. Dhe atë të detyrojnë të bësh zgjidhje ekstraligjore sepse ti do të garosh, dua të garoj. Përfituan nga dobësia juaj pra. O zotri, në këtë luftë ne kemi hyrë për garën. Unë edhe pas të kthehesha, prap do garoja në listë hapur. Unë si Adriatik. Po më sipas teje, më falni sekondë. Sipas teje. Tani nuk dua të bëj krahasime se e di që ti si ke qef tolla. Po tani s'është më koha për të pasur inate, tani mirë është të japësh dorën edhe kur se jep dorën të japësh të gjithë, nuk ka vlen të bësh marrëmisira në këtë botë kaq të vogël, në pak jetë sa ka mbetur. Pyetja ime është e thjeshtë. Ti po të ishe i pari në listë, mos kishe bërë këtë formulën që të dilni ti jashtë liste. Dakor, ti dhe ai tjetri, po nuk ka rëndësi. Ti kujton se njerëzit do shkonin të votonin. Pra, po ty do votonin prapë. Pra nuk është se ndryshoj gjë në thelb, se ti jemi i njohuri. Pra, më kupton çfarë dua të them, nuk është se ti duke dalë te lista e hapur, shpëtove në një fytyrë. Edhe po të ishe i pari ti në listë, si ti ishe i pari në listë, si ti ishte poshtë, ti klapa njife Shqipëria bëhet, la. Pja do merte dhe ky Shabani, po do merte dhe ky... pak. Po njerëzit... Ose më nuk është kështu. Jo, s'është ashtu. Njerëzit përpari... Se mo te Arrin Qori tani. Mor zotri. Që vuri atë, vuri Redin, më fal, me ndershme. E vuri listë mbyllur, pra nuk hiku kësaj, nuk bëri hile. Edhe ai mbase nuk do donte këtë sistem, do donte ai garta hap.
vuri Redin të parin, vetë të dytin deklaroj për para. Tha, unë tha... Që ka me ndershme të garosh në listë mbyllur se sa në listë hapur. Zotin, për parti tuaja, ku janë parti normalisht që njifet vetëm kryetari, se jeni parti akoma të reja. Tani vetë të të ma mosh. Do më lësht ta them atë që mendoj. Të më ta thuash, po tani këtë që po të themu të gjithë. Ti mund të thuash të duash. Po unë se them kotë. Jo, ti mund të thuash. Në Shqipëria bëhet përveç teje, vlla. Ti mendon se ka një figurë që mund të marrë më shumë vota se ty? Si thua ti? Vota se unë jo. Por votat... Pra ku ndryshon, po ti ishe i pari listë mbyllur dhe i pari listë hapur? Parimi mor zotri. Ku i ndryshonte, ja më po të shpjegoj tani. Ku i ndryshonte Avzinelës që shkruante poezi të lira, me një poet që në atë kohë shërbente sistemit dhe jetonte në luks. Ku ndryshonin këta? Të dy poezi shkruani. Po ky dha dhe jetën, apo Vilson Boshmi, apo të tjerë, Zoti Broci, që dha jetën atje, për qa e dha? Për atë garën e dha, në Shkodër. Sa jetë janë marë në këtë republikë, në kohën e komunizmit? Ecim. Për garën. Ecim. Dale. E më ecim da? Jo. Daj të bëshu. Jo, po së shashu. Daj të dalosh ti. Po janë qindra njërës që kanë luftuar, kanë jetuar, kanë dhënë jetën për garën. Dhe ti më thua mua që unë të kem problem se bëra këtë lloj sakrifice, po të shikoja veten të rria rehat aty në Lisëmbyrë, kur? Si zotria. Pra do e bëje prapë, po të bërati të... Por zotri, unë... do e bëje prapë të jetë gjë, po të kishe zgjedhje nesër. Po ti se jam bërë pishmend që kam garuar në listë hapur, 100 herë në listë hapur. Pse se trastoj dikush, po këtu është trastuar heroi ynë kombëtar, është trastuar Jezu Krisht. Ka gjithmonë një judë, pra. Jo, s'është ashtu. Më fal. Ka gjithmonë, po. Si quaj mo, ky që vrau Cezarin. Bruti. Ka gjithmonë një brut të vrasë Cezarin, pse nuk e diti këtë? Në mos e ndrysha bani, do ishte dikush tjetër. Ajo që di unë është që... Ti tani ti kërkon të heqesh, më fal, tradhtim nga natyra njerëzore. A ka lindur me njeriu tradhtia? Ajo që dim sot është që përtej kësaj që ndodhi, dhe që mua më vjen keq për ata dashamirës të cilët... More, ty të vjen keq ndaj këtij. A do më dëgjosh tani? Po nuk e shpërmbaron do ti natyrën njerëzore. A do më dëgjosh tani? Do jetë gjithmonë një tradhtar. Do ketë gjithmonë një tradhtar. Gjithmonë. Po si do përsërish prapë ti gabim pra? Gjithmonë. Jo, pra nuk thash atë. Po them tjetër. Pra, do futesh prapë listë hapur. Jo. Thash nuk jam bërë pishmend që kam garuar unë listë hapur. Atëherë më po të bëj pyetjen. Pas 3 muajsh ka zgjedhje përgjithshme. Po të shpjegoj pra. Çfarë do bësh? Po të shpjegoj, vetëm më lër. Shpjegimi. Po se ngelëm këtu për gjëna. Jo, po ikim po do. Un kam shpjegimi shumë i thjeshtë. Në këtë histori, ne synuam të japim një shembull demokracie. Se kuptuam tani ti ku. Të lutem se ma ndërpret mendimin. E the një herë, më do ta përsërisësh dakord thuaj prap. Okej. Ma ndërpret mendimin. Dhe në këtë mënyrë që ne zgjodhëm, sigurisht që për shkak se ligji nuk e lejonte, zgjodhëm një zgjidhje ekstra ligjore, për të cilën unë sot kam keqardhjen time, për cilën dhe çdo qytetari që është jam i bindur që dhe qytetarët, po jo, po dhe qytetarët. Po është me quhimin e mirë. Të mirë kuptojnë pra, nuk janë idiot njerëz. Ata që tallen me këtë gjë. Mund ta kisha vënë të parin veten në listë dhe isha rehat. Ata që tallen me këtë gjë e bëjnë sepse janë kundërshtarët e tu dhe duan të të bien. Ndërkohë masa e madhe e njerëzve vëlla, unë jam i bindur që nuk është se të ka marrë në aty, kanë thënë po ky tiku si na e bëri këtë punë. Ata e dinë që ti u nise për qëllimin e mirë. Një gjë të madhe e kemi arritur, cila është sot i madh dhe i vogël në këtë vend e di në mënyrë të plot e shikon sistemin në mënyrë lakuriq ashtu siç është. Nuk ka shqiptar sot që nuk e di sa i shëmtuar është ligji jon elektoral, sepse e pa me këtë që ndodhi se sa i shëmtuar është, se si 64.000 shtetas së kësaj republike nuk përfaqësohen dot siç e kërkuan, ndërkohë atje në Vlorë 64.000 votues të Partisë Socialiste përfaqësohen me 9 deputet. Qartë. Këtë ne ja kemi bërë vendit me gjithë atë koston e madhe që na ka dhënë, por unë dhe ne besojmë që jemi në këtë rrugë. Më thënë do e bëje pra, po të kishte zgjedhje. Filëm pjesë. Këtë njëjtën gjë pra të vendosësh pra familjar dhe të mos jesh në listën. Jo, nuk do ta bëjmë. Nuk do e bëjmë. Jo. Pra, e shikoj kaq pra. Absolutisht, unë jam i gjeshëm. Bravo. Ja pra kaq, tani jemi të qartë kalojmë. Tani kalojmë valla. Unë thash tjetër gjë, thash për listën e hapur si Adriatik 100 herë do garantoj listë hapur. Këtë sot do marrin në Komisionin e Ligjeve, po ti përmbledh shkurt dhe ti ndalo atje kudo, se kemi dhe kohë. Po. Me një më 1 sekondë burr. Po. Ri pak këtu 1 sekondë. Po. Ledion, tani është momenti pas do flasim për këtë rrëfimin e Dumanit.